Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Hiqni dorë me njëherë nga këto 5 ushqime nëse vuani nga gjëndra tiroide. Gjëndra tiroide është shumë e rëndësishme dhe ajo ndodhet në fund të qafës. Ajo prodhon hormone të rëndësishme për shumë sisteme në trup, duke përfshirë hormone të cilat kontrollojnë metabolizmin, një proces në të cilin ushqimi që merrni në trup shndërrohet në energji. Në qoftë se ju vuani nga sëmundja e tiroides, është pikërisht sepse prodhon shumë ose më pak nga këto hormone. Ekzistojnë disa lloje të sëmundjeve të tiroides, si për shembull hipertiroidizmi, hipotiroidizmi dhe tiroidi Hashimoto. Të gjitha këto mund të shkaktohen nga një sër mungesash si mungesa e jodit apo edhe nga gjenetika. Dietologja Molly vëren se gjendja më e zakonshme është një gjendër tiroide jo aktive ose hipotiroidizmi. Pesha e tepërt është shpesh efekti anësor i hipotiroidizmit. Në qoftë se ju vëreni se papritmas po shtoni në peshë, veçanërisht nëse kjo nuk është në përputhje me dietën tuaj dhe zakonet tuaja të stërvitjes, është e rëndësishme që ju të konsultoheni me një mjek për analizat që duhet të bëni. Ajo që hani ju mund të ketë një ndikim shumë të madh në gjendjen e gjëndrës tiroide dhe sipas Molly Hembry, ushqimi më i keq që mund të konsumoni nëse jeni diagnostikuar me probleme me tiroide është ai i cili përmban goitrogene. Ushqime të tilla përmbajnë përbërjen goitrin, e cila mund të ndërhyjë në sintezën e hormoneve të tiroides. Së bashku me mungesën e jodit, goitrogenet mund të gjenden tek brokoli, lule lakra dhe lakra, si edhe tek soja dhe meli. Ndërkohë, për të hequr qafe efektet e mundshme negative të perimeve, thjesht mund t'i ngrohni ato. Ngrohja gjithashtu eliminon aktivitetin goitrogenik. Në qoftë se ju i hani këto perime dhe soj me moderim, nuk është problem, por shumica e dietologëve këshillojnë eliminimin e plotë të melit nga dieta juaj në qoftë se ju keni probleme me tiroiden, paralajmëron ajo. Në një studim të botuar në revistën britanike medicinale, studiuesit zbuluan që një dietë e ekuilibruar ndihmon gjithashtu në zgjidhjen e problemeve të tiroides, si edhe nga ana tjetër ajo luan një rol tepër të rëndësishëm. Mirëpo, përveç këtyre ushqimeve që ne përmendëm, ju duhet të dini se ekzistojnë edhe një listë ushqimesh më e gjerë e cila mund të ndikojë në gjendrën e tiroides, si për shembull, kujdesi mjekësor i duhur dhe në kohë i tiroideve është çelësi i një trajtimi të suksesshëm. Ashtu siç dieta luan një rol të rëndësishëm në funksionimin e gjendrave të tiroideve, është jetike edhe shmangja e disa ushqimeve të caktuara nëse vuani nga kjo sëmundje. Këto janë ushqimet që nuk u bëjnë mirë gjendrës tuaj tiroide. Sheqeri. Karbohidratet, sidomos sheqeri, është i dëmshëm sepse çrregullon nivelet e sheqerit në gjak. Kjo duhet të shmanget nëse vuani nga sëmundje autoimune e tiroideve. Po ashtu ushqimet me sheqer ndikojnë në funksionimin e pankreasit, gjë e cila çon në rezistencën e insulinës. Si pasojë dëmtohen edhe tiroide dhe gjithashtu ulet edhe niveli i hormoneve të tiroideve. Kafeja. Njerëzit të cilët vuajnë nga tiroidet duhet që të kenë kujdes me konsumin e kafes. Nëse konsumoni kafe në sasi të moderuar, ju nuk i dëmtoni tiroidet, por në qoftë se konsumi është tepër i lartë, kafeja rrezikon funksionimin e gjendrave të veshkave.
Konsumimi i kafes nga ana tjetër stimulon edhe sekretimin e hormoneve të epinefrinës dhe noropinefrinës nga gjëndrat e veshkave. Kjo më pas çon në probleme me tiroidet dhe me veshkat. Sipas informacioneve, edhe ushqimet e skuqura bëjnë pjesë në listën e ushqimeve të cilat munden që të jenë një kërcënim mjaft i madh për gjendrën tuaj tiroide. Janë një ushqim i cili duhet të shmanget në mënyrë kategorike në qoftë se ju po mjekoheni për gjendrën tiroide. Këto ushqime ndërhyjnë në efektin e mjekimeve dhe gjithashtu ndikojnë negativisht në sekrecionin e hormoneve të tiroideve në trup. Glutina. Ushqimet me glutin janë një rrezik i madh i tiroideve për shkak të gliadinës, një proteinë të cilën trupi i njeriut e trajton si trup të huaj. Gjëndrat e tiroideve prodhojnë transglutaminaza, enzima të cilat janë tërësisht të ngjashme me gliadinën, kështu që konsumimi i glutinës bën që sistemi imunitar t'i stimulojë të dyja, gliadinën dhe transglutaminazën. Soja. Konsumimi i sojës lejohet në sasi të moderuar sepse ndërhyn në përthithjen e hormoneve sintetike në trup. Gjithashtu, duhet të keni parasysh se rekomandohet që pasi ju të keni marrë mjekimet për tiroiden, duhet që të prisni të paktën 4 orë përpara se ju të konsumoni sojë, kështu i jepet mjaftueshëm kohë trupit tuaj që të përpunojë substancat më vete. Ndërkohë, ekziston edhe një recetë me hithra e cila mund t'ju vijë juve në ndihmë për gjendrën tuaj tiroide. Ja se si ta përgatisni. Janë 2 lloje problemesh kryesore me tiroiden, hipertiroidizmi dhe hipotiroidizmi. Në rastin e hipotiroidizmit, tiroidja nuk prodhon mjaftueshëm hormone. Një gjë e tillë ngadalson çdo proces në organizëm. Nëse ju vëreni se po shtoni në peshë apo jeni në kthetrat e depresionit, atëherë ne ju këshillojmë që ju të kontrolloni tiroiden. Këto probleme mund të jenë shenja të një tiroideje të lodhur e cila nuk prodhon mjaftueshëm hormone. Shenja të tjera të hipotiroidizmit janë rënja e flokëve, konstipacioni, përtharja e lëkurës, ciklet e çrregullta tek femrat, rrahje të ngadalta të zemrës dhe njëkohësisht një përgjumje e përgjithshme. Përbërësit që juve do t'ju duhen për t'ju ardhur në ndihmë janë 2 lugë çaj me gjethe të thata hithre ose të freskëta dhe 1 filxhan çaj me ujë të nxehtë dhe mjalt. Mënyra e përgatitjes. Shtoni 2 lugë gjethe të hithrës në 1 filxhan çaj me ujë të nxehtë. Lëreni për 5 deri në 10 minuta. Pasi të jetë ftohur mjaftueshëm, kullojeni dhe shtojeni pak mjalt për ta ëmbëlsuar. Pijeni atë 2 deri në 3 herë në ditë për plot 15 ditë minimalisht. Ndërkohë, vetitë e hithrës janë tërësisht të njohura pasi kjo bimë është një burim i pasur ushqyesish si vitamina A, vitamina B6, kalcium, hekur, magnez, jod. Prezenca e jodit te hithra ndihmon për të plotësuar mungesën e jodit në organizëm, i cili mund të përbëjë shkak për hipotiroidizmin. Gjithsesi, ju duhet të keni parasysh që të shtoni në ushqimin tuaj produkte si vezë, mish, peshk, ushqime si banane, oriz, faraçia, qumësht, djath, kos, ujë dhe pije pa kafeinë. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe.
Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.